Keni kriju një pamje se, si shta Zeni, kush jemi ne dhe kush janë ata. Është një dallim shumë i madh. Vëllezër, një pjesë e politikanëve shihje, një pjesë e politikanëve tjerë që vinë flasin para jush, o nuk e njohin punën, o duan edhe një herë të gënjejnë. Nuk mund më të tjetë shkojmë dita ditës të ne ban frontin shosh Maqedonasit, ne të zanë nga një birë dhe të thonë se kemi kry punën. Ne duhet atyre përfundimisht me këtë platformë që quhet sot Platforma e Partisë Demokratike Shqiptare, inshallah kismet me 5 qershor do të quhet Platforma e Shqiptarëve. Ka ardhur momenti shumë i rëndësishëm. Ju lus për një mbështetje dhe për krahje të vërtet. Ne nuk e kemi dëshirën me umat me shqiptar tjerë. Ne kemi mendjen dhe zemrën të dalim mball këtyre zullumçarëve. Gruevskit dhe Cervenkovskit dhe Verovët dhe Veselemës. Pjesa e buxhetit që u takoj shqiptarëve do të jetë mbi 1 miliard euro. Unë publikisht si drejtues i kësaj partie dhe i kësaj ekipe premtoj se gjysmë e këtij buxhetit do të përdoret për këto zonat shqiptarëve ku ne jemi më të sënmuar dhe më të dëmtuar.